Produksioni Isra, në kuadër të serisë së ligjëratave fetare, hapa konkret drejt jetës së lumtur, nga Hoxha Ekrem Abdiu, këtë radhë ju prezanton ligjëratën për namazin. Dëgjim të këndshëm. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد falënderimet takojnë Allahut të madhëruar, atë falënderojmë për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Elusim Allahun subhanahu wa taala që çdo hap që e bëjmë në rrugën e tij ta regjistroj në regjistrin e veprave tona të mira, çdo moment që e kalojmë në përulje dhe dëgjueshmëri ndaj tij, çdo pengesë në cilën hasim e ballafaqohemi me te, inshallah Allahu azza wa jall ballafaqimin ton të mirë fillt, edhe ashtu si Allah është i kënaqur, edhe sabrin ton në ato gjëra, Allahu më i bë prej veprave tona të mira, edhe ato më i pranua dhe më na shpërblyj për to inshallah. Sonte do të flasim për një temë të madhe, nuk është e madhe pse unë flas për te edhe di me e trajtu, mirë po ajo në të vërtetë është e madhe, dhe do të mundohemi që këtë temë ta trajtojmë në një seri ligjëratash. Fjala është për temën cilën do ta titullojmë Hapa konkret ka jeta e lumtur. Dhe mos e paramendoni se kemi me fol për diçka jashtë asaj që ka thonë Allahu dhe i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në të vërtetë, kjo temë do të shtjellohet në kuadër të disa nën temave të cilat për juve gjithsesi janë të njohura dhe e vetmja që do të ketë një lloj freskie dhe një lloj risie në atë kuptimin do të jetë e re, është mënyra se si do t'i trajtojmë këto tema me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe s'ka dyshim se lumturia është ajo cilën njeriu e synon. Kur them njeriu e kam për qëllim se cilin njeri të mirët dhe të këqit, besimtarët dhe jo besimtarët. Secili njeri punon edhe angazhohet në atë drejtim edhe për atë çka e bën atë që të kënaqet, qoftë në këtë jetë kalimtare apo në botën e ardhshme. Mirë po mënyra se si secili prej tyre e definon lumturinë, pastaj e bën edhe që të dalloj rruga, metoda dhe mjetet cilat ata i ndjekin apo i përdorin për të arritur deri te lumturia. Madje secili prej tyre e ka konceptin e vet të lumturisë, dikush kënaqet duke ardhur në xhami, dikush kënaqet nëse në xhami e bën një skandal ose një zhurmë, dikush kënaqet duke shku dikun tjetër atje ku Allahu nuk është i kënaqur, e kështu me radhë, kështu me radhë. Për secilin prej të tillëve, ajo çka than edhe shumë gjëra tjera që do të ishte shumë gjatë për me i përmend, paraqet lumturia dhe kënaqësi. Mirë po, lumturia dhe kënaqësia e vërtetë është ajo të cilën e ka definuar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an për arsye se ajo është krijuesi i gjithësisë, krijuesi i kësaj edhe i botës tjetër, dhe duke qenë kështu, ajo është njëkohësisht edhe i gjithdijshmi, i cili i ka definuar gjërat në mënyrën më të mirë edhe në mënyrën më të duhur. Andaj ajo që Allahu e ka quajt edhe e ka definuar si të mirë, edhe ka treguar se prej saj vije kënaqësia dhe lumturia, ajo është në të vërtetë burim dhe rrugë e cila shpije deri te kënaqësia edhe lumturia. Allahu azza wa jall me një fjalë na tregon me një ajet të Kur'anit se njeriu për të qenë i lumtur padyshim duhet ta pasojë udhëzimin i cili buron prej shpalljes e cila na vjen nga Allahu subhanahu wa taala, e që manifestohet në librin e tij fisnik Kur'anin famlar dhe në sunnetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun." Ai i cili bën vepra të mira
ai i cili bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ne atij do t'i japim një jetë të lumtur, do t'i japim një jetë të mirë dhe të suksesshme, është fjala për ndonjë, dhe gjithsesi ata do t'i shpërblejnë me një shpërblim shumë më të mirë dhe më të madh se sa veprat që i kanë bërë. Pra, ky ajet le të jetë udhërrëfyesi jon, le të jetë motoja jon në kërkimin që i bëjmë rrugës së lumturisë, në hecjen tonë derisa hecim në atë rrugë, dhe kjo rrugë padyshim se është e gjatë, nuk është e lehtë, nuk është e thjeshtë, nuk është pa probleme, por Allahu Azza wa Jalla është ai i cili na jep sukses dhe na ndihmon inshallah për ta gjetë edhe për të ecë në atë rrugë. Sonte do të bëjmë fjalë për një temë apo nën temë, si doni quajeni, një prej gjanave më madhore, më me rëndësi, një prej veprave më të vlefshme, cilat e bëjnë njeriu të lumtur. Fjala është për namazin. Fjala është për namazin, për arsye se nuk ka vepër në kuptimin e ngushtë si vepër, apo mund të themi, nuk ka vepër pas imanit e cila ka vlerë më të madhe se sa namazi. Njeriu kur ka iman, kur të beson Allahun dhe të dërguarin e tij dhe ditën e gjykimit dhe kushtet e besimit, nuk ka vepër më prioritare, edhe nuk ka obligim më të madh se sa namazi. Resulullah sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se Allahu Azza wa Jalla na i ka obliguar 5 kohë të namazit gjatë ditës dhe natës. Fëm brenda 24 orëshi, Allahu Azza wa Jalla na i ka bërë farz 5 kohë të namazit. Dhe ato 5 kohë të namazit, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, men hafadha alejha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Ai i cili ju rrin gati, i kryen ashtu si duhet, në formë, në kohë, në esencë, me shpirt, thot ato do t'i bëhen ati nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah, dritë, argument dhe shpëtim në ditën e gjykimit. Ndërsa ai i cili nuk i ruan ato, nuk i rrin gati, nuk i kryen si duhet, ai nuk do të ketë, apo për te nuk do të ketë as dritë, nuk do të ketë as argument, e nuk do të ketë as shpëtim në botën e ardhshme. Pra, kjo është çështja e namazit, rëndësinë e cilit sigurisht se cili prej neve e din, dhe sikur ta pyesim se cilin prej neve do të kesh mundësi me e përmend nga një argument ndryshe prej tjetrit, për arsye se argumentet e namazit nga Kur'ani dhe Sunneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë me dhjetra dhe me qindra. Do thonë janë as shumë të asaj se sikur të fillonin me i përmend, sigurisht se do të na mirte një kohë të gjatë. Mirë po, unë do të ndalem tek disa nga specifikat e namazit, disa gjëra të cilat namazin e bëjnë më të vlefshëm, edhe më interesant, edhe më specifik se shumica apo se të gjitha ibadetet tjera. Do thonë namazin e bëjnë më specifik edhe më të vlefshëm se të gjitha ibadetet edhe veprimet tjera me të cilat jemi të obliguar. Ne të gjithë e dim se Islami është ngritur mbi 5 shtylla. Ato 5 shtylla janë shahadeti apo dëshmia, që është hapi i parë i hyrjes dhe kalimit në Islam. Pastaj është namazi, agjerimi i Ramazanit, dhënia e zakatit dhe haxhi. Pastaj ka edhe obligime tjera. Ka edhe obligime tjera të cilat janë farze, mirë po nuk janë të përmendura në kuadër të këtyre 5 shtyllave, mirë po prej këtyre pas shahadetit që është kalim në Islam, shpallje dhe proklamim i përkatësisë islame pas shahadetit, do të thonë më e vlefshmja në përgjithësi prej të gjithave, padyshim është namazi. Andaj nëse dikush don me kon musliman edhe thot se jam musliman, me namaz do të më i pas punët mirë. Zatën këto e ilustrojmë me thanjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot se e para gjë për cilën do të pyetet njeriu dhe do të jap llogari në ditën e gjykimit është namazi. Nëse këtë llogari e ka në rregull, bilanci të gjitha llogarive tjera ka më i dalë në rregull. Mirë po, nëse këtë nuk e ka në rregull, atëherë s'ka dyshim se ato tjerat edhe me i pas në rregull ndoshta nuk shojnë peshë shumë të madhe, për arsye se vlera e namazit fshihet dhe qëndron edhe në vetë faktin se dietarët përveç tjerash kanë diskutuar ai që se fal namazin, a thua a është musliman apo nuk është musliman. Do thonë edhe kjo është një prej temave, një prej xhanave, cilat i kanë trajtuar dietarët. Edhe këto jo kot së koti,
jo me fjalë të thata mirë, po me argumente shumë të forta. Kemi ajete dhe hadithe të cilat lansin pa arsye të namazit e kontestojnë përkatësinë e tij në fenë islame. Do të thotë kontestojnë se a thua ai se s'falet, a është musliman apo nuk është musliman. Mirë, po ne nuk do të hyjmë në këtë temë, për arsye se është temë shumë e avancuar në kuptimin e gjendjes së shoqërisë sonë, në kuptimin e gjendjes së muslimanëve që jetojnë në këtë nënqiell në këtë vend. Andaj po mundohemi temën me e trajtuar nga aspekte tjera në mënyrë që fatkeqësisht që e kemi këtë nevojë që muslimanëve me ambush me anën se do të më u fal. Thot unë jam musliman, ani pse s'po falësh, vallahi baba është fal, nona është fal, madje tash edhe pse dikuj pipengon, tash dikush po thot vallahi edhe djali edhe vajza më falën. Këtë në rregull pse ata falen, po ti pse s'po falësh? Qysh po i thu vetet musliman edhe s'po falësh? Nëse kalojmë te specifikat e namazit, çka e veçon namazin edhe çka e bën namazin më të vlefshëm edhe më specifik se ibadetet tjera, po i përmendim vetëm disa gjëra. E para, namazi është bë farz para hijretit dhe si i ktill është ibadeti i parë që është obligu. Do të thonë, pas namazit është obligu agjërimi i Ramazanit, është zeqati, është haxhi, janë gjëra të tjera. Mirë, po si ibadet, si veprim, do të thotë është i pari i cili është obligu. Me një fjalë, një periudhë më të gjatë se 10 vjeçare, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka kaluar në Mekë duke i thirrë njerëzit në besim, duke u mësuar tauhidin. Qysh me e besu Allahun azza wa jall, çashtu qysh ati i takon me e besu. Jo me e besu qysh don secili. Se edhe në atë kohë në Mekë mushrikët kanë besu Allahun, kanë besu se Allahu ekziston, se ai është Zoti më i madh e kështu me radhë. Mirë, po jo në mënyrën e drejtë. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 10 vjet e më tepër i ka kalu në Mekë duke u mësuar njerëzve mënyrën e drejtë se si me e besu Allahun azza wa jall ditën e gjykimit, pejgamberët e kështu me radhë. Do thonë e ka trajtuar besimin si besim. Pas kësaj, kur ka filluar Allahu azza wa jall me i shpall dispozitat, veprimi i parë që e ka kërkuar prej njerëzve është namazi. Andaj kjo e bën namazin më specifik, të veçohet edhe të dallohet prej obligimeve tjera. Pra, ma vonë është shpall agjërimi, ma vonë është shpall zeqati, haxhi e tjera. Gjithashtu, një gjë shumë me rëndësi që e veçon edhe e bën me vlerë namazin para obligimeve tjera, është se të gjitha janë shpall në tokë. Qysh në tokë? Kurani i ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur themi i ka zbrit, do të thonë i ka ardhur prej nalt, se Allahu azza wa jalla është nalt, ndërsa ne jetojmë në tokë. Kjo është besimi i muslimanëve, me konsideruar dhe me besu se Allahu azza wa jalla çatron nalt. Është gabim me thonë Allahu është gjithkund. Dija Allahu azza wa jalla është gjithkund. Ati nuk i shpëton asgjë. Mirë, pa Allahu me qenien e tij është nalt. Pa hy me filozofu ma të ndej, dikush se thot e toka është e rumbullak, nëse për neve është nalt knena, qysh është për ata tjetër kështu me radhë, nuk kemi mundësina me i caktu dimenzione Allahu subhanahu wa taala dhe me thonë që matematikisht çështu del kjo se për ndryshe si shkon gajb besimin Allahu subhanahu wa taala. Mirë, pa Allahu na ka treguar se është nalt, edhe ne e besojmë se është nalt. Edhe njeriu prej natyrshmërisë së vet e din se Allahu është nalt. I nin nga njerëzit që kur s'kan lexuar Kur'an, thot ai atë nalt e ka caktuar çështë. Kjo është akidja edhe e pleqve, po edhe akidja edhe e Kuranit edhe e Sunetit. Çështu do të me konsideru. Zban asesi me thonë se Allahu është gjithkund. Pra, Kurani i ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej nalti. Prej qiellit i ka zbrit në tokë. Shumica absolute ajeteve i kanë zbrit kështu, përveç disa ajeteve të cilat i kanë zbrit derisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar në qiell. Është mrekullia e njohur e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që Allahu e ka nderuar edhe e ka marrë, e ka botë mundshme për një pjesë të natës, për një pjesë të shkurt natës, me e bo një udhëtim, po them fantastik, në kuptimin e pamundësisë son, edhe të njerëzimit në përgjithësi, edhe me e kap, me e perceptu një gjatë tillë. Mirë po, për Allah në azhëgjel nuk ka të pamundshme. Për një pjesë shumë të shkurt natës e ka çuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prej Mekës e ka çuar në Kuds, si që i thojnë sot Jerusalem. Aty i ka falë 2 rekate dhe prej aty është ngrit për mbi 7 qiej. Do thonë qielli i parë që mbështjell tokën, akoma është i pazbulum prej njerëzve. Po thonë kanë shku në Han, kanë shku aty, kanë marrë vesh deri dikun që kanë marrë se kështu me radhë, megjithatë, kjo është vetëm një pjesë shumë e vogël e qiellit të parë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për një pjesë natës ka shku për mbi qiellin e 7. Aty janë shpall disa ajete dhe atje
i është bë obligim namazi. Do thonë, çka është specifika e namazit? Për mbi shtatësi natën e Mi'rajit, në kohën e udhëtimit të tij në Mi'raj, derisa ka kontaktuar me Allahun Azza wa Jall në mënyrë të drejtë për drejtë, atje i është bë obligim namazi. Me një fjalë, Allahu Azza wa Jall e ka nderu Muhammedin alayhi salatu wassalam, e ka nderu. E nëpërmjet tina e ka nderu edhe ummetin e tij, ja ka dhënë këtë dhurat kaq çmueshme. Dhe e dini të gjithë se si ka qenë ngjarja, sipas hadithit të cilën e shënon Buhariu, Allahu e mëshiroft në sahihun e tij, se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Allahu mas pari ja ka obligu 50 namaze. E pastaj ka kthehet, i ka thonë Musa alayhi salatu wasalam, i ka thonë çka të dha Allahu, tha mi dha 50 namaze. Tha ktheu edhe thuj se 50 janë shumë, se un kam përvojë me njerëzit, e di që ata janë dembela, ata nuk janë të gatshëm me i kry obligimet e Allahut, dhe kështu vazhdojnë. Thënë kushtimisht negociatat, nuk kanë qenë negociata ato, po ka qenë lehtësim prej Allahut Azza wa Jall, derisa ka përfundu obligueshmëria në 5 kohë, dhe Allah Azza wa Jall prapi ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, këto janë 5 për juve, ndërsa për mu janë 50. Ju falni 5, unë ju shpërblej për 50, se çndrimet e mia nuk ndryshojnë, thot Allah subhanahu wa taala. Pra, ky fakt, ky realitet e bën specifik namazin si institucion islam, si veprim të cilin duhet me praktiku muslimani edhe me u identifiku me te. Se të gjitha ibadetet janë shpall, janë legalizu në tokë, ndërsa namazi është legalizu edhe shpall edhe është institucionalizu në qiell. Pas kësaj, prej specifikave të namazit është ajo që e përmendëm, se masi tash njeri besimtar, do të thonë si të bëhet besimtar, nëse dikush ka jetu në kufër, edhe thot ja Allah po du më bo musliman, qysh do të më bo musliman, na jam shojmë shahadetin, me qatë shahadet a i bëhet musliman. Si të bëhet musliman, ma thëni vetë, e qka do të me bëhen si musliman, e para gjatë se do të me jamësu është namazi. Pse? Se është obligimi i parë i cili i obligohet. Pastaj, prej specifikave të namazit është të namazi është obligim në të gjitha gjendjet pa përjashtim. Është obligim për të gjithë njerëzit, për dygjinin, për të gjitha moshat, po është edhe çka? Edhe për të gjitha gjendjet pa kur farë përjashtimi. Qysh ashtu? Agjërimi për shembull është obligim për ata që kanë mundësi, është i shnosh, për femrat është në gjendje të pastër e kështu me radhë, e ka obligim me agjëru. Është i smut ose është udhëtar, lirohet prej agjërimit. Namazi është obligim si për të smutin, si për të shnoshin, si për vendasin, si për udhëtarin. Madje si për atë i cili jeton paq, si për atë i cili merr pjesë në luftë. Si atë që është në mirëqenie, si ato që jeton për kriza të ndryshme, për secilin prej tyre namazi është obligim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janb." Thot falu në kom. Nëse s'ke mundësi në kom, falu ulun. Por nëse s'ke mundësi me u fal ulun, falu shtrit. Me një fjalë, me këto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka tregu se në çfarë do gjendje që të është njeriu, që të është muslimani, e ka obligim me fal namazin. Mirë po, në raste edhe në gjendje më specifike, bin disa obligime, për shembull obligim pjesë përbam se namazi është me nejt në kom, po kur njeri s'mundet, e fal namazin pa nejt në kom. Me ranë ruku, me ranë sejdë, po s'mundet, e fal namazin pa ranë ruku edhe në sejdë. Madje Allahu subhanahu wa taala e ka shpall si dispozitë të namazit faljen e namazit gjatë betejës, gjatë luftës. Një kohë para kësaj, para se me zbrit që këtë dispozit, lufta ka qenë arsye për me evonu namazin. Edhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka marrë pjesë në një luftë, si duket ka qenë lufta e Khajberit, dhe sipas transmetimeve ekziston mundësia që i ka ndodhur 2 ditë, i ka vonu namazet drekën e ikindin deri mas akşamit i ka fal. Edhe ka thonë me këtë rast, ka thonë shëgaluna anë salati l-wusta, salati l-asr, mela Allahu bujutahum wa kuburahum nara. Na angazhun, na bonën të zanun, edhe s'mujtëm me e falë namazin e ikindis, thot Allahu ja umbusht atyre shtëpit edhe varet me zjarë. Mirë po Allah azëzër pas kësaj kohë, po e shpal dispozitën e quajtur dispozita e namazit të frikës. E ajo dispozita e namazit të frikës është që Allahu na mëson
qysh me e fal namazin derisa njeriu është në luftë. Ajetet janë shpallë në mënyrë të përgjithshme, ndërsa hadithet kanë ardhur, transmetimet kanë ardhur për 16 forma të faljes së namazit. Me këto Allah azza wa jalla ka dashur me na tregu lehtësimet, edhe me na tregu gjithashtu se namazin s'bën me elan. Dhe me zbritjen e kësaj dispozite, Allah azza wa jalla e ka mshël derën e një gjaje që për fatkeq të na shqiptar falas çel e ka mbyll derën e kazas. Të na thonë vallahi s'po muj më fal, veç në akşam po i fali, po i bëj kaza. Se kum fal drekën e ikindin e akşamit, mirë po kur po vjen koha e atis, po i fali toptan. Nuk bën kjo në Islam. Se përderisa Allah azza wa jall e ka shpall mënyrën se çysh me u fal njeriu kur është në gjendje më kritike dhe më të vështira, atëherë në krejt ato tjerat duhet me e fal namazin edhe nuk bën me elon me i kalu koha. Vetëm se Allah azza wa jall i ka shpallë edhe do lehtësime tjera, sikur se janë lehtësimet e dispozitave të udhëtarit, ku ka leju me u fal dy kohë namazit bashk, për shembull dreka dhe ikindia në kohë drekës apo ikindis, dhe akşami e jatia në kohë akşamit apo të jatis. Mirë po, akşami me ta zon ikindin pa fal nuk ban kurse si. Ndërsa ikindia me ta zon drekën në raste specifike ban. Ka arsyetim, ka rrugdalje. Por akşami me ta zon ikindin pa fal, kjo absolutisht nuk ka kurfar kazaje që e plotson atë. Andaj duhet me pas kujdes në këtë drejtim. Me një fjalë, me këto desha me thonë se prej specifikave të namazit është se Allah azza wa jall e ka obligu namazin në të gjitha gjendjet që gjendet njeriu dhe asesi nuk ka justifikim për lanjen e namazit. Ka justifikim për lanjet përkohshme të namazit të gjendjet e femrave, cikli menstrual, gjendja e lehonis pas lindjes, mirë pa jas lanje e përkohshme, jo lanje totale e namazit. Edhe ekziston edhe vetëm një arsyetim tjetër për lanjen e namazit për njeriu, qoftë ai mashkull apo femër, që se ka obligim me u fal, nëse është i lujtur mendsh, Allahu na ruaj. Nëse është i çmendur, s'ka mend, atëherë ai nuk ka kurfar obligimi. Vetëm i ktilli bën mos me fal namazin. Edhe kështu do të më u kallëzu njerëzve. Këshire vetëm se në çfarë kategorie po bën pjesë, apo bën pjesë në kategorinë e njerëzve normal, apo në kategorinë e njerëzve abnormal. Nëse je normal, atëherë ke obligim me e fal namazin. Dhe po e përmendi edhe një specifik të namazit, është e fundit që do ta përmendi, e do të kalojmë një pikë tjetër. Mirë po kjo që do të përmendi është shumë me rëndësi. Prej specifikave të namazit është se Islami na ka udhëzuar dhe urdhëru që fëmijët akoma pa hyrë në kohën kur u obligohen obligimet, kur u obligohen veprimet, ata qysh në atë kohë, hala pa e pas farz do të me i urdhnu edhe me i shti me fal namaz. Do të thonë fëmin, bën mos me eshti me agjeru pa hyrë në moshën e pjekuris, pa hyrë në bëlyk. Mirë po, për me fal namaz e kemi obligim, prindi e ka obligim me eshti fëmin me fal namaz, duke fillu prej moshës 7 vjeçare. Ndërsa prej moshës 10 vjeçare do të me marr masa nëse s'falet. Do të me marr masa edukative. Thotë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7. Thotë urdhrojeni fëmijët tuaj të falin namaz, urdhrojeni, jo mi urdhnu. Thotë në moshën kur ata janë në moshën 7 vjeçare. Wa daribuhum 'alayha wa hum abna'u 10. Ndërsa keni mundësi të përdorni sanksione edukative, ta përdorni thuprën nga pak, nëse e lojnë namazin të fillu prej moshës së 10 vjeçare. Në mënyrë që kur t'i bën 14 apo 15 vjet, edhe të hynë moshën e pubertetit, edhe t'i bën obligim, këtë obligimet që i ke edhe ti si prind me namaz, me agjerim, me zeqat, me kret, ai me qenë i gatshëm edhe i përgatitur, me qenë i trajnum për atë gjendje. Do të thonë, prej kësaj kohe fillon ai me u përgatit për faljen e namaz. Në këtë pikë ne si musliman duhet të kemi kujdes. Mos i lëm fëmijët kur t'i bojnë 17 vjet me thon, o bir, hajde vëre falu, në atë kohë kur ti mos ke kompetenca, kanë kalu kompetencat prej teje tek ai. Atëherë është të vështirë ti me eshti përveç nëse don Allahu subhanahu wa taala. A nëse janë nis prej fillimit edhe për së mbarit, çashtu çysh na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, s'ka dyshim se kemë pas sukses. Do suksesi në këtë mënyrë është i garantuar nëse ti ke fillu në kohën e duhur edhe duke e përdor metodën e duhur.
Se nga njerë dikush i thot dikuj hajde falu, a i thot për inatit tënë s'po falna. Ose i themi ne dikuj pse ti s'falësh, a i merë shembullin babën e vetë, edhe thot vallaj unë isha falë mirë, po kur për e sho babën, po vjen xhami me 5 vakt namaz, e me mizën s'fol, ose filanit ja ka shkel mezën, ose filanit po i bën kështu, ose të shpia po sillet kështu, thot po e shoh si s'pas ka vlerë ai namaz, se për ndryshe baba emi shkon pak më burr i mirë. Baba ose vllau ose kojshia ose kush do të shoh. Pra është humbje e madhe që një namazli me u bë shembull i keq, një namazli me veprat e tia edhe me sjelljet e tia me e largu dikant prej namazit edhe prej xhamisë edhe prej islamit. Andaj duhet të kemi kujdes. Pra, të fillum kohën e duhur edhe duke i përdor metodat e duhuna, kemi mundësi me arrit sukses të madh te gjenerata e cila vije pas neve. Te gjenerata e cila vije pas neve. Pra ata duhet t'i mësojmë se duhet me u fal, t'i mësojmë se duhet me jetu me islam, t'ja mësojmë edukatën edhe tërbijen ashtu si duhet, ashtu si kërkon Allahu subhanahu wa taala për neve, prej neve. Për ndryshe nëse në këtë drejtim e lëshojmë pe edhe nuk veprojmë ashtu si duhet, mos të çuditemi kur djali apo vajza joni i bën 20 vjet e pastaj s'na dëgjon. S'ka mundësi me të dëgju kur ti nuk e ke bërë investimin atëherë kur është dashur. Këto ishin disa nga specifikat e namazit që e bën namazin më të vlefshëm edhe më të veçuar për ibadeteve tjera. Në përgjithësi njerëzit falen, musliman duhet falen edhe te falja e namazit nuk ka alternativë. Thonë muslimani nuk do të me diskutu ato a me u fal, a mos me u fal. Do të me u fal. Mirë po, nga njerë edhe ata që falen, por nuk falen. Pas ka mundësi edhe kjo. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an një sure që shumica për juve e dini, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'un. Thot mirë për ata që falen, e qëtu zbën me unal, veç me thonë, vallaj Allah e ka thonë Kur'an mirë për ata që falen, e unë për ata s'po falna. Zbën kështu me thonë, është gabim. Por, du të me thonë, Allah ka thonë mirë për ata që falen, e në namazin e tyne janë të shkujdeshëm. Asë se falin që duhet, do të në formë, asë nuk janë prezent me mendjet edhe zemrat e tyre që duhet namaz, e asë nuk silen si njeri që falet kur dalin prej namazit, për të tillët Allah azza wa jall ka thonë mirë. Alladhina hum yura'un, dhe ata të cilët vetëm për sy e faqe falen, vetëm sa për t'i pa dikush. Nëse dikush i sheh falen, nëse janë vetëm s'falen, e për të tillët ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala mirë. Pra pas ka mundësi njeriu me u fal e mos me u fal. Do thonë e ka kry namazin me një fjalë. Formalisht mirë po ai nuk ka namaz. Qysh? Në disa forma, edhe në disa mënyra. Ato janë shumë tonë, do t'i përmendi vetëm disa. Allah azza wa jall i ka bë disa kushte, apo me thonë para kushte, që muslimani do të me i plotësu për me mujtë me falë namaz, shartët e namazit. Edhe i ka ba disa kushte apo pjesë përbamëse tjera, që janë pjesë përbamëse të namazit, ku nëse ndonjëna prej tyre mungon, atëherë nuk ka namaz, që quhen ruknet e namazit, apo pjesët përbamëse të namazit. Për shembull, prej sharteve të namazit është pastërtia. Qysh pastërtia? Njeriu me qenë i pastër, në gjendje të pastër, prej xhunullëkut, por njëkohësisht edhe me marr abdes. Nga njerë merë abdes, por nuk din me marë abdes. Ose se merë abdesin që duhet. Ose nuk i menjanon pengesat që abdesi i ti me qenë i vlepshëm. Në këtë drejtim, duhet njeriu shumë me pas kujdes. Cilat janë pengesat? Pengesat janë lloj-llojshme. Për shembull, nuk i ka menjanu pa pastërtin apo ndytësin prej trupit. E ka kry nevojën edhe nuk është pastru. Ka shumë për muslimanëve, fatkeqësisht, që mendojnë se vetëm pas nevojës madhe do të me u pastru. Kjo është gabim, për arsye se edhe urina është ndytësi e madhe, ndytësi e rëndë. Andaj edhe prej saj muslimani do të me u pastru. Edhe prej nevojës së vogël, muslimani do të me u pastru. Nëse nuk pastrohesh, atëherë ti nuk je në gjendje të pastër. Ti merr abdes, ama pastërtinë se ke, e fal namazin, pastërtinë se ke një prej kushteve që ke plotësu. Mos u çudit kur dish në ditën e Kiametit, je fal sa vjet, e Allah azza wa jall po thotë se fal. Ti po morën fal, ama je fal, por namazin nuk e ke kryer si duhet. Pse? Se kushtet e namazit, kushtet para përgatitjes së namazit nuk i ke plotësuar si duhet. Andaj shumë duhet kemi kujdes kur është në pyetje çështja e pastërtisë. Pastaj texilia femrore përdorin gjëra të ndryshme që në esencë janë të lejuara,
Për shembull, lyerja e thonjve apo përdorimi i kremrave të ndryshme për fytyrë kështu me radhë, e pastaj mbi ato marrin abdes, ndërsa prej kushteve të abdestit, prej kushteve që abdesti me qenë valid i vlefshëm, është që uji me depërtu deri te lkura. E nëse ka ndonjë pengesë, ndonjë yndyrë, ndonjë llak, ndonjë diçka, abdesti nuk është i vlefshëm. Andaj duhet me pas kujdes edhe në këtë drejtim. Këto po i përmendi vetëm sa për ilustrim se ky nuk është ders i fikhut. Nuk është mësim prej dispozitave të pastërtisë të namazit që me thonë ti përmendim të gjitha mirë, po qëllimi është të kemi kujdes edhe namazin kur e falim të përgatitemi për te si duhet. Për arsye se nëse nuk përgatitemi si duhet, edhe materialisht, edhe fizikisht, edhe moralisht, edhe shpirtërisht, atëherë ai namaz i joni do të jetë shumë i zbet. Edhe reflektimi i tij pastaj ka me qenë shumë i zbet në jetën tonë, e nuk është për mu çudit kur e shohim njerin 5 vakt namaz fal, ndërsa akhlakun e ka si të një njerit i cili ndoshta nuk e beson Allahun hiç. I shohim në këta njerëz. E për çka njeriu me qenë musliman me adete të shkive, namazli me akhlak të keq, pse me qenë i tillë, sigurisht e ka ndonjë defekt namazin e tij, për arsye se Allah Azza wa Jall ka thonë inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Namazi gjithsesi pengon edhe ndalon edhe largon prej punëve të këqija, të liga dhe të ndyta. Atëherë pse filonin s'po e largon? Ai sigurisht s'është e fal namazin si duhet. Me e pas fal si duhet, sigurisht edhe gjithsesi namazi kish me e largu prej atyre veprave të këqija. Andaj këtu duhet të kemi shumë kujdes se si po e falim namazin. Pastaj ekziston një defekt tjetër me të cilin ballafaqohen muslimanët, me të cilin ballafaqohen namazlit, falësit e namazit. Ajo është vonimi i namazit. Mos me e fal namazin kohë, po me e fal me vonesë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur është pyet cila është vepra më e mirë edhe më e vlefshme, ka thonë as-salatu fi waqtiha. Vepra më e mirë është me e fal namazin në kohën e vet. Qysh si të hyn namazi më një herë me e fal. Çaj është koha më e vlefshme edhe më e mirë, edhe namazi më i vlefshëm. Ne e dim se koha e akşamit fillon me perëndimin e diellit, edhe përfundon me hymjen e kohës jacis. Po e zom i kemi 1 orë diçka për me e fal akşamin. Edhe ka bo me e fal në fillim të kohës, bon edhe stash me e fal akşamin. Mirë, po mas mirë është me e fal në fillim të kohës vet. Andaj muslimani nuk do të me këshyr krejt çka bën. Ka njerë na parashtrohet një pyetje thot, a bën çështu? Bën, a mo ti mos shko te ai kufini i skajshëm vetë çka bën me bë. Mirë, po mundohu me bë përveç ato çka bën me e bë edhe mas miri që është e mundshme me e kry një vepër. Se Allah subhanahu wa taala e don prej neve, sikur se thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Allahu don që kur ndonjëri prej juve ta bëjë një vepër me e përsos, me e bë sa më mirë që është e mundur. E posaçërisht namazi që po themi se është për veprave më të vlefshme edhe më të rëndësishme, ato do të me e bë maksimalisht mirë që është e mundur. Pra, mos me e vonu namazin. Ka paralajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka tërhiq vërejtjen për vonimin e namazit. Ka thonë tilke salatul munafiq. Me fal namazin me vonesë. Tani dush me fal me nguti, për arsye se sikur të kishe qenë i zellshëm, edhe me vullnet e kishe fal kur ka qenë koha, mirë po pak më vonë pe fal, hajde vesh mos mbeten borx, hajde vesh ta kryej obligimin, e thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo është namazi i munafikut. Pse? Se thot kur të mbetet vetëm edhe pak kohë, çohet ai edhe i fal 4 rekat namaz. Fjala për namazin e ikindis, pak para se me përëndu dielli, thot i fal 4 rekat namaz, thot janë kuroha në kradik, thot i fal sikur se xheli kur të hanë ushqim. Qysh hanë xheli ushqim? Nuk e mban kokën poshtë, po ulet e kap një kokër edhe çohet me njerë. Ulet e kap një tjetër edhe çohet me njerë. Pra, shkon ruku, ngritet me njerë, shkon sejdë, ngritet me njerë, pa pushim, pa rehati, pa qetësi në namaz. E ky namaz, do thonë, nuk është namaz në rregull. Namazin duhet me e fal ngadale, duke u qetësu e kështu me radhë. Pastaj prej defekteve që ballafaqohen namazlit me ta, është mosfalja e namazit në formën e duhur. Posaçërisht duke i pas parasysh disa kundërvajtje të mëdha që i bojnë njerëzit namaz. Ne i shohim nga njerë njerëzit të fal, edhe ai këshyr anash, e kthen kryt djathtas, e majtas, e bën lëvizje, sikur se mos me kon namaz.
Përpara hoxhallarët kur i kanë mësuar njerëzit më fal, ju kanë thonë, nëse brenda një rukni kruhesh 3 herë në njëjtin vend prishet namazi. Për çton nuk ka argument, nuk ka hadith që thotë çështo. Mirë po dietarët kanë shku ka ajo që me eduku njerëzit, me fal namaz me përkushtimin më të madh, qoftë edhe formal. Do thonë me shet dikush pe islarti, me ditë që jenë namaz. Zatën dietarët kur thonë kur prishet namazi apo çfarë lëvizje e prish namazin, thonë ajo lëvizje, cilën nëse dikush të këshyr të lëviz, edhe thot, jo që shko ka të u fal, e ke prish namazin. A nëse është lëvizje e vogël që edhe nëse lëviz ai e vren se je të u fal, thot ajo se prish namazin. Si do të qoftë, do të shumë me pas kujdes që gjatë namazit mos me bo lëvizje të panevojshme. Mos me bo lëvizje të panevojshme. Do të me pas kujdes gjatë namazit dihet se ku do të me këshyr, ku do të me koncentru shikimin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë se do të me këshyr, do të thonë në vendin e sejdës. Ajo është shumë normal, shumë thjesht, shumë i përshtatet pozitës së namazit. Do të thonë nuk është vështirë, sikur na kishte obliguar Allahu azza wa jall me këshyr tawanin derisa falin, kish me qenë jo normale, se vështirë dhe në qafa. Ndërsa derisa rrin kom me këshyr në vendin e sejdës, është shumë normale, pushim maksimal, relaksim maksimal. Krahas asaj është edhe koncentrim i mirë. Se nëse këshyr drejt, dikush ndoshta lëviz, dikush çarkullon, dikush hec, dikush ashtu, pse me të dekoncentru, pse me të habita e type nava, tukon e këshyr vendin e sejdës. Andaj shumë do të kemi kujdes, derisa falemi, mos me këshyr anash. Se Allah azza wa jall, sikur se thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kur njeriu hyn namaz, është duke biseduar me Allahun azza wa jall dhe Allahu e çet fytyrën e tij para fytyrës së tij. Dhe Allahu nuk largohet derisa ai mos e kthen kryt anash, djathtas apo majtas. Ne duhet me pas shumë kujdes në këtë drejtim. Madje disa njerëz edhe flasin namaz. Edhe ju duket se kur zboni. Flet namaz, flet fjalë jashtë namazit. Ndërsa ne e dim se namaz nuk lejohet me fol, përveç se ato gjana që janë të namazit. Para pak ditëve, shumë pak ditëve, mboni vaki në një prej xhamive, të e fal namazin e drekës, imami gaboj, që i bon vaki çdo kujt. I ka bo vaki pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me rahmetin e Allahut ka gabun namaz, për më mësu musliman çysh përmirësohet namazi kur gabon. Vend se me i fal 4 rekat, në të katërtën nuk najti po uçun të peshtën imami. Allahu akbar uçun kom, subhanallah, ai vazhdoi kom edhe çashtu duhet. E plotësoi edhe një rekat, boni sejdë edhe u kry namazi. Shumë në rregull, do të thonë namazi u bë krejt në rregull. Derisa ishim, do të thonë në rekatin e 4 në sejdë, Allahu akbar, hoxha u çun kom. Xhamati u ulën, gjysa e xhamatit, njëri ke nga tmeje ke. Thotë, 4 u bën bollma. Do thotë po fol çishto se u hapit koncentrimin, nuk e ka pas nivel. 4 bollma. Do thonë çka? Kryet çto se s'kem vakt më shumë me fal. E pastaj u çu e vazhdoi namazin edhe sigurisht mos me pas ndodh kurrë. Nuk është rasti i vetëm, po e përdori për ilustrim mirë, po sigurisht çdo kujt për juve i ka ndodhur, do thonë që me ndi dikën afër vetës të fol namaz e me këto njëri e prish namazin. Qysh e prish ndryshe namazin? Po përmendoj vetëm shembuj që ndodhin shpesh. Nganjëherë do njerëz nguten, janë mësu me u fal shpejt. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka porosit me u fal kadale, jo me u fal shpejt. Zatën kur kanë thonë plesh përpara mire kanë pas. Kanë thonë abdestin do të me e marë si i riu. Do thonë me e marë shpejt, mos më vonu shumë në abdest, ndërsa namazin do të me e falë si plako. Ka dal kadale, edhe çështu falet namazi. Çështu e ka falë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, edhe çështu ka porosit. Prej ngutisë të madhe që janë mësuar njerëzit me u fal shpejt, nëse është imami që falet më ngadale, që falet ashtu siç duhet, ai ngutet prej rukus çohet, sepse thot 3 herë do të më thon subhana rabbiyal azim. Nëse imami vonohet thot 5 herë, që ashtu thuhet, edhe 10 herë thuhet. Nëse imami pak vonohet, ai çohet para imamit se u mësu. Ju ka bë lëvizje automatike, rutinë. Edhe çohet prej rukus para imamit. Me çto prishet namazi. Me çto lëvizje para imamit prishet namazi. Pastaj sponsoi ka prej rukus para imamit, po imami thot semi Allahu liman hamida edhe ai drejtohet. E imami tash pak vonohet. Jo vonohet, po tamam me kohë se do të më uqetësu në kam, a i hyjim me ransejtë dhe para imamit. E qka ban?
Prej në kam, shkon në guj, e s'bjen sejtë se krejt në kam hala, po e pret imamin në guj, derisa të bjen e dhaj. A sot të vërtet që kjo? Për ditë po shohëm si zemën e për xhamia tona. E kjo është gabim. Do thonë kjo është gabim me i dal imamit para me lëvizje. Imami, sigur se thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bih. Imami, për çka është bë imami imam? Vetë për me shku mas. Me ju bot tabi imamit. Do thonë jo para ti, as jo baraz me ta. Edhe selam kur t'japim, kur t'jep hoxha selam, imami kur t'jep selam, Assalamu alaikum wa rahmatullah në djatën, Assalamu alaikum wa rahmatullah në të majtën. Kur të krynë të majtën, tek që atëherë në dhojmë selam në djatën. Jo për njëherë me ta, se gabim është edhe kjo. Po qka pas, ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fe idha kebbera fe kebbiru. Kur të merë tekbir imami, pas ta ju merë një tekbir. Fe kebbiru, që ke faja e ka qëllimin mas, jo për njëherë me imami. Edhe fe idha raka'a farka'u, fe idha rafa'a farfa'u e kështu me radhë, kur shkojnë në ruku, shkojnë edhe ju në ruku mas tina, kur të ngritun edhe ju mas tina, kur shkojnë sejde, edhe ju mas tina. Ma djenë që të hadith është i gjo interesante. Thot, fe idha salla qa'ida, e nëse imami falet ullur, për ndonjë yzër, që mundet me ndajt në kam. Ullo, falet ullur, thot, fasallu qu'uden ajma'in. Ju edhe pse mundeni, faluni edhe ju ullur. Edhe pse ju të fortini, imami është i lik, falet ullur, edhe ju të këtë gjemati faluni ullur mas imamit. Pse? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përdojnë me nga të regu se sa do të me bot tabi imamin, sa do të me pasu imamin namaz. Andaj, edhe në këtë drejtim do të kemi kujdes. Mos i këshyr lëvizjen e imamit, se ti s'ki ko me umar me lëvizjen, goj komandat. Dikush e këshyr imamin, imami shkon në ruku, mas në i thot Allahu Ekber. A i si të shetë që unis për ruku, kjo hëgjim në ruku me ta, ose para tina. Nuk është në regull kjo. Ngo komandën. Thot Allahu Ekber, kur të kryet e ke digju rëm, që atër nisu për ruku. Semi Allahu limen hamideh, kur të pashte përfundoj imami, hamideh, që atër ngritu ti për rukus, jo, si të shqipton sën, ti hëgjim me u gjumë kam. Nuk është në regull kjo. Prandaj të mësojmi me e falë namazin, që ashtu që shduhet. E zgjatëm shumë për këtë punë, mirë po namazi është një vepër shumë me rëndësi. Është ibadet me rëndësi jetike. Me qenë ose mos me qenë musliman. Për këtë arsye, shpesh edhe kohë mas kohë, do më thonë, i përkujtojmë gjanat e namazit se vërtet janë të vlefshme edhe të rëndësishme për neve. Kish me qenë e zbehtë edhe e pafrytshme, sigur t'i kshëngon këtë të fjalë që i falëm, pa e përmend edhe anën pozitive të medaljonit, cilat janë frytet e namazit, po se fillojmë me i përmend dobit e namazit, cilat janë, nëse fillojmë me i përmend, ato janë shumë të mirë, po unë do t'i përmendi vetëm 2, vetë sa për ilustrim e jo me pretendu se këto janë të gjitha. Prej frytet e namazit, dhe prej dobive dhe rezultateve të namazit, është se Allah Azza wa Jall, atë njeri i cili e falë namazin, Allahu e ruan edhe e mbron. E ruan edhe e mbron prej çdo të keqe, prej çdo të pakëndshme. Qysh e ruan, ja ruan shëndetin, ja ruan trupin, ja ruan moralin, ja ruan mendjen, ja ruan dinin, ja ruan pasunin edhe familjen. Krejt që to Allah Azza wa Jall t'i ruan nëse ti falesh. Krejt kjo hyn në një formul që e ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, formul për jetën e suksesshme, kur i ka thonë Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, i ka thonë ihfazillahi yahfazuk. Ruaje Allahun, Allahu të ruan ty. Çme rujt Allahun? Ruaj urdhrat e Allahut, ruaj kufit që i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Mos i merr në përkam. Urdhrat kryej, e prej urdhrave tha më i madhe apo prej më të mëdha edhe më të rëndësishme me e fal namazin. Andaj nëse ti e ruan këtë urdhën të Allahut azza wa jall, Allahu ka me të ruaj ty. Do thonë në përgjithësi, edhe shëndetin, edhe jetën, edhe dinin, edhe moralin, edhe shpirtin, edhe zemrën, edhe pasurinë, edhe familjen. Po e marrim një shembull. Tregon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hadith të vërtetë. E tregon ngjarjen e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Kur ka shku Ibrahimi alayhi salatu wassalam me bashkëshortën e tij, me gruan e tij Sarën në Egjipt. Ka qenë atë në Egjipt një sundimtar tiran, mizor, zullumçar. Lakmitar i madh, nuk ka pa femën që i ka pëlqyer e që nuk e ka marrë padrejtisht për vete. Ibrahimi alayhi salatu wassalam e ka ditë se aty jeton ai far zullumçari, edhe i ka thonë gruas vet, se ajo ka qenë e djeshme, i ka thonë oj gru, kur të shkojmë atje,
ai sigurisht se ka me tentu me të bëjë ty diçka mirë, po Allahu ka me të mbrojë. Por nëse të pyet se çka më ki mu, mos i thuaj se më ki burr se ai mu më likvidon, për me koni sigurt se ty ka me të bëjë për vete. Po thuaj se më ki vlla, edhe në të vërtetë më ki vlla të fesë se vetë ne dy jemi musliman në çdo kohë. Edhe çashtu ka ndodhur. Ibrahimi alayhis salatu wasalam është prezantuar si vllai i saj, ajo si motër e tina. Kur kanë hyrë në Egjipt, dikush ka shkuar te ai mbreti dhe i ka thonë valla ka ardhur një femër shumë e bukur, edhe ajo femër si takon dikujt tjetër veç ty takon. Ka thonë shkopi ma. Edhe kur i ka ardhur urdhni Ibrahimi alayhis salam ka pas çka me bë, ka thonë shko, se Allahu ka me të mbrojë. Ndërsa vetë çka ka bë, vetë ka filluar me fal namaz. Ka hyrë në namaz Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Kur ka shkuar ajo, ai ka bojë gjym tash me prek, me dorë, Allahu azza wa jalla ja ka shtang dorën. E ka paralizu. Kur e ka pa, thot, veç lutë Allahun le të më lëshon, le të më shliron, thot se s'po të bëj kurrë. Ajo e ka lutë Allahun, edhe shliru. Pastaj edhe njerë ka tentu, Allahu prap e ka shtang, e ka paralizu. Thot lutë Allahun le të më shliron, se s'po të bëj kurrë. Ai prap e ka lutë Allahun azza wa jalla. Edhe herën e tretë ka tentu, prap është shtang. Atër ka thonë, vërtet stash, sinqerisht e kam, veç lutë Allahun se s'pas në punë me ty. Edhe kur e ka lutë Allahun azza wa jalla, ai e shliru. E ka thirr atë përgjegjësin e vet, ka thonë merre edhe hupe këtë grupe i thuhet se ma pas ke pruni shejtan, s'm pas ke pruni insan. Edhe mirë po kur e ka pasë Allahu azza wa jalla po jep keramete, po e nderon atë muslimane, thot bile thot nderoj edhe ti, thot jepja një dhuratë, një shërptore jepja. Edhe Ibrahimi alayhis salatu wasalam po rrin shpellë po fal namaz, s'ka tjetër zgjidhje. S'ka çka me bë namaz. Edhe ne kur të na mbyllen rrugët, ndonjëherë rrugët e jetës, çfarë do problemi me të cilin ballafaqohemi, lidhun namaz, se namazi ti hap rrugët. Thot në transmetim për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kana idha hammahu amrun fazi'a ila as-salah. Kur e brengoste shumë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ndonjë çështje e madhe, ndonjë çështje e rëndë, ai arratisej apo kërkonte azil ku në namaz. Namaz Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e gjente strehimin edhe zgjidhjen për problemet e veta. Kështu edhe Ibrahimi alayhis salatu wasallam fali namaz derisa i erdhi bashkëshortja, po i thot, "Ha, çka u bë?" Thot Allahu azza wa jall, "Leçëm kurseu mu prej sherrit të atij qafiri", po thot, "E boni ato shërptor timin, ja ku ma ka dhënë një shërptore dhurat." Pra kjo ishte ngjarja e Ibrahimit alayhis salatu wasallam për shkak të namazit, qysh Allah azza wa jall e mbrojti atë dhe e mbrojti familjen e tij. Pastaj po përmend edhe një reflektim pozitiv të namazit, përveç ruajtjes edhe mbrojtjes së Allahut azza wa jall, është me namaz Allahu t'jep aktivitet, t'jep vullnet, t'jep elan, të përtrin, dhe njëkohësisht t'jep qetësi shpirtërore. Edhe këto e ilustrojmë me një shembull që ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot kur ndonjëri për juve bjen me flejt, thot vjen shejtani, edhe mas kokës së tij thot i lidh 3 nyje. Edhe ato nyjet, ku përdoren nyjet mas shumëti? Në sihr, në magji. Ata sihirbazat gjithmonë lidhin diçka për me bë sihr, për me bë pengesë. Kur don dikon me enal, edhe mos me tik, çka do të më bë? Me e lidh. Edhe shejtani të lidh, çashtu kur të bish me flet qysh, për mos me uçu ti me e fal namazin e sabat. Sihirbazat, e padyshim se më i madhi i tyre është iblisi, kur të lidhin nyje edhe fryn. Sot Allah azza wa jalla na ka mësuar me thon, "O min sharrin nafathati fil 'uqad." Edhe Zot na mbroj prej sherrit të atyre të cilët fryn nyje kur lidhin, diçka fryn. Edhe shejtani ti lidh 3 nyje dhe në secilin prej tyre fryn. Kur fryn çka thot? Thot flaj se ki kohë hala, mos u ço. Ka kohë namazi sabat. Ti ngron ora se e kelon me uzxhu, edhe ti e ndal për me uçu, shejtani thot hajto 5 minuta tamam kthjellesh. Sa to 5 minuta bën 2 orë, edhe kur çohesh ora 8. Do thot shejtani i lidh sto nyje dhe fryn në këtë mënyrë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ato 3 nyje ka mundsi njëri me i zgjidh. Qysh i zgjidh? Thot kur të përmend Allahun azza wa jall, vjen koha me uçu me e fal namazin, thot bismillah. E ka zgjidh një nyje, i kanë mbetur edhe 2. Çohet. Merr abdes, kur të merr abdes e ka zgjidh edhe nyjen e dytë. Edhe e fal namazin, kur të fal namazin e ka zgjidh edhe tretën edhe era hat prej shejtanit. Vjen përfundimi i hadithit, çka po na intereson për këtë pikë, thot fa asbaha tayyiban nafsi nashita. Thot edhe natë ditë gëdhim zgjohet ai njeri me shpirt dhe zemër të mirë,
me vullnet edhe aktiv, me plot elan, plot energji. Në të kundërtën, thot fa asbaha khabithan nafsi kaslana. Në të kundërtën, nëse s'mund me zgjidh ato nyjet e shejtanit, edhe në vend se me ushu tash në 4 ora, çohet në 8 apo në 9, thot ai gvin edhe zgjohet qysh, khabithan nafs, i lodhëm, i pa disponum, në gjendje të keqe, edhe çka, keslan edhe për tas. Allahu azza wa jalla na ruaj prej kurthave edhe nyjeve të shejtanit, edhe të shejtanëve, edhe prej njerëzve, edhe prej xhinëve. Kjo ishte, të nderuar vëllezër dhe motra, në pikat shkurta në temën hapa konkret në rrugën tonë drejt lumturisë, që ishte hapi i parë, namazi. Inshallah Allahu azza wa jalla na jep ymër edhe mundësi që në herat e ardhshme të trajtojmë tema të tjera, hapa të tjerë, të shohim se çysh arrihet deri te lumturia e vërtet. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje prej Allahut për vetë dhe për ju, andaj edhe ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Allah ju shpërblet për omendje, nëse keni ndonjë pyetje, do thonë po i lëmë një 5 minuta për pyetje. Është një hadith në cilin thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, për ato që ngritet prej sejdës para imamit, thot ekziston frika e arsyeshme që Allah azza wa jall mi a shndru kokën e tij në kokë të gomarit. Do thonë frikë, do thonë ai meriton, po Allahu ka hjek dorë prej asaj për arsye se këtë umet nuk e ndëshkon ashtu me ndrim të fizionomive. Pra kjo tregon, do thonë, sa e rrezikshme edhe sa e rëndë është me hec para imamit namaz. Urna. Po. Problemi është se e kemi kalu, nëse flejmë pas namazit sabahut, e kemi kalu kohën më të vlefshme, edhe kohën e bereqetit e kemi kalu në gjumë. E kur të hupa e koha e bereqetit, a e koha e fitimit të madh, tani me ato kohë tjera fiton pak. A e ki pa njerëzit më shumë t'i fitojnë në fillim. Kush shet bostan në fillim, derisa është bostani shtrejt fiton. Mas tani kur të bas lirë, gjithkush blen. Ose me perime, ose kështu me radhë. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tregu se në çast kohën e hershme është bereqeti. Ndërsa në atë kohën e 11 fatit para drekës, tonë qohen, mos është interesant me punu. Po i fillojmë me i lexu pyetjet, thot si është gjendja e një të çmenduri në ahiret. Para se të flasim për gjendjen e tij në ahiret, të përkujtojmë se Allah azza wa jall në dunja atyne që nuk ju ka dhënë mend, edhe nuk i ka obligu. Do thonë s'ka obligime ai i cili është i çmendur. Ndërsa për gjendjen e tyre në ahiret, dietarët kanë dhënë disa mendime, Allah alem se sa janë të bazume. Një prej atyre mendimeve është se Allah azza wa jall ata në ditën e kiametit ka me isprovu. Do thonë ka me bë provimin që na ka bën neve në dunja, apo i besojmë Allahut edhe apo i bëjmë ibadet. Sigurisht se do thonë është rasti që e kemi tek më herët për ata që s'ju kanë mbri thirrja, s'kan arrit me ndihmu për Islamin. Do thonë në ditën e kiametit ata arsyetohen thonë Zot vallahi na s'kemi pas mend se me pas mend kishim besu. Am kishit besu po. Hajt shkoni hyrin në xhenem. Thonë disa dietar, thot kush niset me shku atje, Allahu i çon xhenet, ata e vërtetojnë se e kishin dëgjuar Allahun azza wa jall. Ata thonë ti jo çish me shku në xhenem, ata tregojnë se sigurt kishin pas mend ose sigurt ju kishin arrit thirrja, ata kishin me kundërshtu edhe refuzu thirrjen e Allahut subhanahu wa taala. Allah e di më së miri. Do të thonë këto thënie të dietarëve janë ijtihad që ndoshta kanë nevojë për ndonjë argument fort e faktikisht nuk e kemi. Gjatë namazit nuk po mundem me u koncentru, a do të me përsërit namazin. Jo, namazi përsëritet vetëm nëse e prish namazin, ndërsa nëse mungon koncentrimi, ai namaz nuk duhet përsëritet, por duhet patur kujdes që me i marr shkaqet edhe sebepet që na ndihmojnë në koncentrim. Thonë me u pastru edhe psikikisht edhe shpirtërisht para namazit, me mujt mes namazeve me bë vepra të mira, me një fjalë vepra të cilat i don Allah azza wa jalla, ato ndihmojnë më shumë në koncentrim. Si do të me vepru kur të del përpara dikush gjatë namazit. Kur të falesh, do të me pas sutret, do të me pas një pengesë para vete. Nëse dikush don me kalun mes teje dhe sutres, ti dush me pengu atë, me aqit dorën edhe me ndal. Nëse ai veç insiston edhe s'ke mundësi me ndal, ai ka gjunajën. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë me ditë se sa rand është me i kalu njerit përpara, do të thonë me ia prek kiblën, thot 14 kish prit edhe s'kish kalu. E sahabët kanë thonë se dima ka thonë 40 sata, 40 dita, 40 muj. Me një fjalë shumë do të me prit e mos me aprish njerit, mos me i kalu përpara. Pra, ti nëse jenë namaz mundohu me pengu, nëse s'mundesh me pengu, ai e ka përgjegjësinë. A bon me pastru ftyrën pas abdestit
me kamomil dhe pastaj me u fal, sepse nga uji I thjesht më irritohet lëkura. Ban, do thonë pasi të merresh abdest, edhe je në gjendje me abdest, ban me përdore, edhe kremra, edhe gjona të ndryshme. Mirë po, kur vjen koha abdestit tjetër, prap duhet me e pastru ftyrën. Ndërsa me e pastru ftyrën me kamomil pas abdestit nuk ka ndonjë të keqe. Nëse vdes imami gjatë namazit, çka do të me vepru xhamati? Njëri prej tyre e vazhdon. Përsa ta mas imamit, që të mësojmë nëse vdes, por nëse I ndodh diçka tjetër, çfarë do të qoftë, nëse I prishet abdesti po e zon. Përsa ta mas imamit, duhet me u fal në safin e parë kush më të krushmit, më të dishmit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith, liyeljeni minkum ulul ahlami wan nuha. Mas me të falen ata për ju që janë më të dishëm. Mas imamit do të thonë do të me u falë mas të dishmit në mënyrë që nëse imamit I ndodh diçka, çfarë do shoh, çaj do të më ndërprej namazin, njëri prej tyre del edhe e vazhdon prej aty ku kanë mbet. Orarin e mësimit e kam prej orës 11 deri në 6. Namazet e drekës dhe të ikindis a muj me I falë kur shkojnë në shtëpi për arsye se nuk kam mundësi, nuk me lejojnë me u falë në shkollë. Nëse çaj ora 6 është para akşamit, ban me I falë drekën edhe ikindin me kurse me qenë para akşamit. Nëse të zën akshamin në shkollë, atëherë dush me e gjetë një metodë çfarë do të qoftë ajo për me e falë drekën edhe ikindin në kohën e vet. Si duhet me hec muslimani me grua në të shtet, një skerim dhe një vrejtje. Këtu sigurisht do të më nënshtu tani edhe disa nënpytje. A do të me hec para saj 10 metra, ajo me hec mas teje që kanë hec përpara, apo duhet me hec janë gjithë për qafe, sigur se po bojnë disa musliman sot. Kur po them muslimane kam për qëllim ata që po vinë në xhami, jo ata që veç e llogaritin veten musliman. Asnjëra as tjetra. Muslimani het krah për krah me gruan e vet, nuk prish punë, do të thonë që nëse ai e mban dorën në xhep, ajo me e kap atë për krahi, edhe me hec ashtu mirë, po në përgjithësi muslimani edhe muslimania, edhe në hecjen e tyre, edhe në paraqitjen e tyre në rrugë do të me pas kujdes. Duhet me dhënë shembull se vërtet janë musliman. Mos më u përngja atyre të cilët nuk kanë kufi edhe jashtë, edhe publikisht nuk kanë kufi të jetës intime. Na e dim se muslimani jetën intime e ka në shtëpi, ndërsa jetën publike e ka jetë publike, andaj duhet me pas kujdes në këtë drejtim. A është e domosdoshme besimi në ditën e gjykimit dhe ringjalljen dhe cilat janë pasojat e mosbesimit? Patjetër, është shumë e domosdoshme, është prej kushteve të besimit, besimin në ringjallje edhe në ditën e gjykimit. Pasojat e mosbesimit janë se njeri me këto bëhet shka. Do thonë nëse nuk e beson në ringjalljen edhe ditën e gjykimit, bëhet kafir, bëhet jo musliman, edhe nuk ka mundësi me e shiju xhenetin kurrnjëherë. Është e vërtet se nuk duhet ta përdorim tesbihin. Jo, nuk është e vërtet. Është e vërtet se është më mirë që dhikrin mas namaz ta bëjmë me gishta, mirë po edhe nëse e përdor tesbihin nuk ka ndonjë të keqe. Si kryhet hatmja? Hatme I thonë kur ta lexosh Kur'anin prej fillimit deri në fund. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, edhe deri te kul a'udhu bi rabbin nas. Prej fillimit deri në skajt asaj I thonë hatme. Shpesh herë kam shumë kokëdhëmbje. Me lexim të Kur'anit dhe dua më çetësohet dhëmbja. Unë dyshoj se ose jam ngacmuar nga shejtani ose kam xhin. Dëshiroj të bëj pyetje. Çfarë është më e dobishme se çdo herë nuk mund të lexoj Kur'an ose të bëj dua. Ndoshta duhet me e bënë ndonjë stresman pak më të fortë, në mënyrë që nëse është ajo çka ti po dyshon ose po ke frikë, që me u liru një herë përgjithmonë prej asaj. Po elhamdulillah që Kur'ani po arrin efekt shërues tek ti, andaj sa herë të kesh kokëdhimbje apo si sprova, përdore Kur'anin, përdori lutjet, do të thonë islame edhe lirohesh